Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjuha shqipe si politikë shtetërore, standardizimi dhe certifikimi në diasporë ishte aktiviteti organizuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën me pjesëmarrjen e ministres së Arsimit Mirela Kumbaro. Në këtë takim u shpall hyrja në një fazë të re të qendrës, e cila synon të garantojë mësimin e shqipes në diasporë në mënyrë të standardizuar dhe të certifikuar dhe të shërbejë si institucion reference për ngritjen e Agjencisë Kombëtare për Gjuhën Shqipe në diasporë. Shkolla profesionale Thoma Papapano do të ofrojë për vitin e ardhshëm mësimor 4 programe studimi. Ofertën e saj e prezantoi edhe gjatë panairit Work and Study që u organizua në Gjirokastër, ku nxënësit e klasave të 9-ta treguan interes duke marrë informacionet e nevojshme mbi funksionimin e saj dhe shanset që të jepën ndjekja e një degje profesionale. Pas rreshjeve intensive të fillim shkurtit në Memaliaj, bashkia ka nisur ndërhyrjet për të rikuperuar dëmet në rrugët rurale, kryesisht në njësinë administrative Luftin, duke rikthyer qarkullimin normal dhe siguruar mos-sënimin e përditshmërisë së komunitetit. Ndërkohë, 9 familje që humbën pjesërisht banesat e tyre përfitojnë tashmë bonus qiraje dhe mbështetje nga projektet sociale të bashkisë për të garantuar kushte të sigurta jetese. Braktisja e zonave rurale ka prekur edhe fshatin Kri në njësinë Antigone, diku ringjall me rreth 90 banor që merreshin me bujqësi dhe blegtori. Sot frymojnë 25 banor, të cilët mundohen të ruajnë traditat dhe mikpritjen e veçantë të zonës. Bukuria e natyrës dhe afërsia me parkun arkeologjik e bojnë Kri në një vend me potencial për agroturizëm, një shpresë reale për t'i dhënë fshatit jetë dhe një të ardhme më të qëndrueshme. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjuha shqipe si politikë shtetërore, standardizimi e certifikimi në diasporë ishte aktiviteti organizuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën me pjesëmarrjen e ministres së Arsimit Mirela Kumbaro. Në këtë takim u shpall hyrja në një fazë të re të qendrës, e cila synon të garantojë mësim të shqipes në diasporë në mënyrë të standardizuar dhe të certifikuar, gjithashtu të shërbejë si institucion reference për ngritjen e Agjencisë Kombëtare për Gjuhën Shqipe në diasporë. Shqipja në diasporë pritet të hyjë në një fazë të re zhvillimi. Në aktivitetin e organizuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën me temë gjuha shqipe si politikë shtetërore, standardizimi dhe certifikimi në diasporë, u prezantua vizioni për ta kthyer mësimin e gjuhës amtare jashtë vendit në një proces të qëndrueshëm dhe të njohur institucionalisht. E pranishme në këtë aktivitet, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi se pas unifikimit të kurikulave dhe tekseve mësimore, trajnimit të mësuesve dhe hartimit të programeve që ndërthurin gjuhën me kulturën dhe dygjuhësinë. Shqipja nuk është vetëm gjuhë e Shqipërisë, por është tashmë gjuhë zyrtare në 5 shtete: Shqipëri, Kosovë, Malizi, Maqedoni e Veriut, por edhe në gjuhë e mbrojtur me një status tjetër në Sloveni edhe në Kroaci. Thënë kjo, sipas të dhënave që ka mbledhur Qendra e Botimeve për Diasporën, janë të regjistruara sot në rrjetin ton rreth 326 shkolla ku mësohet shqip në formën e kurseve, rreth 850 mësues të gjuhës shqipe që janë aktiv në këto shkolla. Lëviz një numër midis 25.000 e 30.000 nxënësish që ndjekin aktualisht mësimin e gjuhës shqipe në këto kurse dhe me këta mësues. Dhe nëse ne nuk kalojmë në këtë fazë të re që duam prezantojmë sot, ky numër do rrudhet po për shkaqe natyrore. Në diasporën tonë sot, potenciali i fëmijëve nga mosha 5 deri 14 vjeç është rreth 270.000 nxënës potencial, dhe nga mosha 5 deri 19 shkon në 424.000 nxënës. Është potencial ende i pashfrytzuar, sepse sigurisht ata ndjekin jetën e tyre në vendet ku janë. Në këtë kuptim, shqipja nuk mund të jetë më gjuha që mësohet vetëm në familje, në shtëpi, me gjyshërit dhe gjyshet, apo edhe në komunitet për kënaqësi kulturore. Prandaj, kjo fazë e dytë, pikpamja e qeverisjes që ne duam të ndërtojmë, nuk kupton që gjuha shqipe në diasporë, por jo vetëm, të trajtohet tashmë si një kompetencë arsimore që zhvillohet përmes programeve të strukturuara,
vlerësohet mbi bazë kriteresh të qarta dhe të krahasueshme me të njëjtat standarde si gjuhë të tjera dhe të ketë mekanizma zyrtar të përshtatshëm të certifikuar ndërkombëtarisht për ta bërë këtë gjuhë edhe të matshme dhe të certifikueshme. Ministri Akumbaro paralajmëroi gjithashtu nisjen e rishikimit të kuadrit ligjor brenda vitit 2025, si pjesë e një kalendari pune që do të konsolidojë bazën institucionale për mësimin dhe certifikimin e shqipes jashtë vendit. Me këtë nismë, autoritetet synojnë që ruajtja e gjuhës anëtare në diasporë të mos mbetet vetëm një përpjekje individuale apo komunitare, por të kthehet në një prioritet të mirë strukturuar të politikave shtetërore. Shkolla profesionale Thoma Papapano do të ofrojë për vitin e ardhshëm mësimor 4 programe studimi. Ofertën e saj e prezantoi edhe gjatë panairit Work and Study që u organizua në Gjirokastër, ku nxënësit e klasave të nënta treguan interes duke marrë informacionet e nevojshme mbi funksionimin e saj dhe shanset që të jepë ndjekja e një dege profesionale. Fushatën e promovimit të shkolla e mesme profesionale Thoma Papapano e nisi nga panairi Work and Study. Nxënësit e kësaj shkolle prezantuan ofertën mësimore përmes projekteve të paraqitura sipas drejtimeve mësimore që ata frekuentojnë, ndërkohë që ndan me të interesuarit përvoja dhe mundësitë që ofron ndjekja e arsimit profesional. Kemi bërë një projekt, është Antigonea, është e filmuar me dron, ne kemi bërë 3D dhe do vazhdojmë në moment jemi duke bërë edhe Kalan e Gjirokastrës dhe do vazhdojmë do bëjmë të gjitha gjërat kulturore të Gjirokastrës. Në çfarë viti jeni? Ne jemi viti 3. Si kanë ecur këto vite për ju? Ja ka vlejtur? Ja ka vlejtur shumë, neve jemi, për momentin neve zhvillojmë edhe praktikën për biznese. Jemi avancuar shumë, kemi marrë një certifikat që jemi specialistë të gradës të parë, edhe shpresojmë që të bëjmë më të mirët. Jemi dega hoteleri turizëm, vim nga shkolla Thoma Papapano. Turizmi kanë zhvilluar shumë, edhe ne do kemi më të lehtë të gjejmë një vend pune, edhe ne vim me disa gatime tradicionale të Gjirokastrës. Ne jemi drejtimi SHMT shërbime mjete transporti. Jemi viti parë dhe sot në Panair kemi sjellur disa sisteme të cilat ne kemi bërë në shkollë. Është shërbimi i sistemit elektrik, është sistemi i ftojes me ujë dhe është sistemi i lëshimit. Ne këto i kemi bërë në praktik. Shkolla e mesme profesionale Thoma Papapano ka një histori mbi 55 vjeçare në përgatitjen e profesionistëve në fusha të ndryshme, duke u siguruar kështu të rinjve hyrjen e shpejtë në tregun e punës. Ne si shkollë e mesme profesionale kemi ardhur në këtë panair për të promovuar të 4 drejtimet që shkolla tonë ka, hoteleri turizmin, drejtimin TIK, SHMT dhe Hidron. Stenda tonë ka patur vizita të shumta nga nxënës të klasave të nënta, të cilët kanë shprehur dëshirën për të ndjekur drejtimet që shkolla tonë ofron. Shkolla tonë i ofron mundësi punësimi dhe përshtatje shumë të mirë me tregun e punës. Këtë vit mësimor, kjo shkollë frekuentohet nga afro 150 nxënës që vijnë nga rajoni jugor. Punimet në banjat e Bënjës po vazhdojnë dhe shumë shpejt kjo pasuri e rrallë natyrore do të ofrojë standarde moderne duke ruajtur njëkohësisht të vlerat historike dhe mjedisore që e bëjnë unike. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga kantieri punimeve në banjat e Bënjës, që ndodhet rreth 14 kilometra larg qytetit të Përmetit, në njësinë administrative Petran. Vetëm 3 kilometra nga pika ku lumi Vjosa bashkohet me përojnë e Lëngëricës. Rama theksoi se investimi parashikon krijimin e një zone parkimi të sistemuar, korsi biçikletash, balkone panoramike mbi kanion, hyrje organizuar, banja publike dhe qendër shëndetësore. Një transformim i plot që sipas tij e çon turizmin në një tjetër nivel. Aktualisht Rama bëri të ditur se ka nisur edhe faza e arredimit, vendosjes së parvazëve të shkallëve dhe shtrimit të 2 shemes me dru dekorativ pranë vaskave, për një pamje më të bukur dhe në harmoni me natyrën. Investimi i qeverisë shqiptare, i zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Bashkinë Përmet, po merr formë çdo ditë, u shpreh ai. Të hapura në natyrë, këto burime dallohen për temperaturën që varion nga 26 deri në 32 gradë Celsius. Zona të ofron një përzierje të veçantë mes natyrës së paprekur, historisë dhe aventurës.
Krahas banjave termale, vizitorët mund të eksplorojnë edhe kanionin e Lëngëricës, si dhe urën e Katiut, monument kulture që i shtojnë vlerë trashëgimisë së zonës. Mbi lumin Drinu në Tepelen u zhvillua asensioni i radhës i trajnimit për stafin e Ministrisë së Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, strukturave rajonale dhe institucioneve vendore në kuadër të programit EU4 Natyr. Trajnimi u fokusua në forcimin e kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit europian mjedisor, monitorimin e depozitimeve të paligjshme, të mbetjeve përmes dronëve, përdorimin e teknologjive të vëzhgimit satelitor, si dhe menaxhimin e pikave fundore të trajtimit të mbetjeve dhe rehabilitimin e zonave të ndotura. Ekspert nga Lombardia ndan praktikat më të mira dhe eksperiencën italiane në mbështetje të institucioneve shqiptare. Ministri i Mjedisit Sofian Jaupaj u shpreh se bashkëpunimi teknik me partnerët ndërkombëtar po forcon monitorimin e bazuar në të dhëna, koordinimin ndërinstitucional dhe reagimin në terren ndaj shkeljeve mjedisore. Sipas tij, përdorimi i mjeteve moderne si dronë dhe satelit garanton një mbrojtje më efektive për Vjosën dhe zonat e tjera të mbrojtura. Programi EU4 Natyr mbështetet nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe partner ndërkombëtar me synim për mirësimin e menaxhimit të qëndrueshëm të zonave natyrore dhe rritjen e efikasitetit të kontrollit për mbrojtjen e biodiversitetit. Qarku Gjirokastër po largohet gradualisht nga harta e zezë e bimëve narkotike. Operacionet e policisë së bashku me rritjen e kontrollit në zonat rurale, bashkëpunim me strukturat vendore dhe ndërgjegjësimi i komunitetit bën që për gjatë vitit 2025 të regjistroheshin vetëm 9 raste kultivimi me 13 autor të arrestuar, ndërkohë që u agjensuan 736 bimë dhe u sekuestruan 750 fara kanabis sativa. 9 raste të kultivimit të bimëve narkotike me 13 autor, 736 bimë narkotike të azjesuara dhe 750 fara të bimës narkotike kanabis sativa të sekuestruara. Ky është bilanci i vitit 2025 që Blut e Gjirokastrës kanë realizuar në fushën e narkotikëve. Një bilanc që gradualisht vit pas viti e nxjerr qarkun e Gjirokastrës nga harta e zezë e kultivimit. Gjatë këtyre javëve në komisariatet e policisë së qarkut Gjirokastër janë zhvilluar takime sensibilizuese me autoritetet vendore dhe kryetarët e zonave me qëllim paraprirjen e këtij viti, duke vënë theksin te politikat e tolerancës zero ndaj kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Ndërkaq, gjatë ditës së dieshme në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër u zhvillua takim i grupit rajonal për qarkun Gjirokastër i drejtuar nga drejtori i drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër, Aldin Mërizaj, me pjesëmarrjen e drejtorit të Departamentit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, drejtuesi i lartë Pëllumb Seferi, drejtorit të drejtorisë së rendit publik, drejtues Agron Çeli, drejtorit të drejtorisë së analizës dhe hetimit për kufirin, drejtues Dashamir Spaho, drejtorit të drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin, kryekomisar Elton Çato, prefektës së qarkut zonjës Albana Hasanaj, drejtues të prokurorisë zotit Petrit Çano, përfaqësues të shërbimit informativ shtetëror, AMP rajonale, OSHE, drejtuesit të zonave të mbrojtura, si dhe punonjës të strukturave të drejtorisë së policisë, si dhe drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin. Gjatë takimit u analizua puna e realizuar gjatë vitit 2025 dhe masat që po zbatohen aktualisht, si dhe u evidentuan problematikat dhe sfidat që lidhen me terrenet e vështira, ku janë konstatuar tentativa për kultivim, bazuar edhe në përvojat e viteve të mëparshme. Gjithashtu, u shqyrtua ecësuria e masave të marra si identifikimi i zonave me risk të lartë dhe ushtrimi kontrolleve dhe rikontrolleve për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Fal bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë ndërmjet strukturave të policisë së shtetit dhe institucioneve ligjzbatuese, ky fenomen ka njohur një rënje të vazhdueshme në qarkun e Gjirokastrës, duke dëshmuar efikasitetin e strategjive të ndjekura. Në këtë kuadër u përcaktuan masat dhe prioritetet për vitin 2026 me fokusin identifikimin e kontrolleve, forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përdorimin e metodave të avancuara të monitorimit të territorit me qëllim goditjen e çdo tentative të kultivimit që në fazat e hershme.
Pas rreshjeve intensive të fillim shkurtit në Memaliaj, Bashkia ka nisur ndërhyrjet për të rikuperuar dëmet në rrugët rurale, kryesisht në njësinë administrative Luftin, duke rikthyer qarkullimin normal dhe duke siguruar mos cënimin e përditshmërisë së komunitetit. Ndërkohë, nënt familjet që humbën pjesërisht banesat e tyre përfitojnë tashmë bonus qiraje dhe mbështetje nga projektet sociale të bashkisë për të garantuar kushte të sigurta jetese për banorët. Në Bashkinë Memaliaj vijon puna për rehabilitimin e problematikave të krijuara në infrastrukturën rrugore dhe në banesa, si pasojë e rreshjeve intensive të fillimit të muajit shkurt. Problematikat më të mëdha janë shënuar në infrastrukturën rrugore rurale të fshatrave ku segmentet e dëmtuara po i nënshtrohen ndërhyrjeve dhe pastrimit për rikthimin e qarkullimit normal dhe garantimin e sigurisë për banorët. Kemi hasur shumë problematika, të cilat kanë qenë problematikat shumëta qoftë në banesat, qoftë nga toka dhe qoftë në akset rrugore, të cilat lidhin fshatrat, lidhin akset rrugët nacionale, po kryesisht ka ndodhur problematika në akset rrugore të fshatrave, të cilat janë si fshati Luftin, si fshati Koshtan, pashtu dhe një pjesë e rrugës në fshatin Arës, të cilat kanë bërë shkarje për shkak të rreshjeve të dendura. Ndërkohë, në këtë bashki janë dëmtuar rreth 9 banesa. Banorët e prekur do të mbështeten me bonus qiraje deri në rikthimin e kushteve të përshtatshme për jetesë. Evidentuar të gjitha banesat të cilat janë dëmtuar nga shkarja e dheut. Nga këto dëme të shkaktuara, bashkia ka marrë masë edhe lidhur me një ndihmë që mund të vijë në formë qiraje mujore deri në momentin e rehabilitimit të banesës për familjet që kanë pasur problematika. Është ngritur grupi i punës për të evidentuar në terren të gjitha e banesat që janë të dëmtuara nga këto faktorë. Janë bërë rreth 9 aplikime nga banorët të cilët kanë deklaruar që është dëmtuar banesat në rreshjet dhe në shkarjet e dherave. Puna në terren vijon me intensitet, ndërsa autoritetet lokale bëjnë me dije se ndërhyrjet do të vazhdojnë deri në sistemimin e plot të zonave të prekura. Braktisja e zonave rurale ka prekur edhe fshatin Krin në njësinë administrative Antigone të Bashkisë Gjirokastër, dikur një fshat I gjallë me rreth 90 banor që merreshin me bujqësi e blegtori. Sot frymojnë vetëm 25 banor të cilët mundohen të ruajnë traditat dhe mikpritjen e veçantë të zonës. Bukuria e natyrës dhe afërsia me parkun arkeologjik e bëjnë Krinën një vend me potencial për agroturizëm, një shpresë reale për t'i dhënë jetë fshatit dhe një të ardhme më të qëndrueshme. Krina është një fshat I vogël në njësinë administrative Antigone në bashkinë e Gjirokastrës. Dikur numëronte rreth 90 banor, të cilët jetesën e siguronin kryesisht nga bujqësia, palën mënjane dhe blegtorin. Ishte një komunitet I vogël por I gjallë, ku puna e tokës dhe kujdesi për bagtin përbënin bazën e ekonomisë familjare dhe të jetesës së përditshme. Këtu fshati tonë merrej më tepër me perimet, më tepër vente në pazar me kafsh në atë kohë. Bëheshim 6-7 shoqe, ngarkonim kafshët që në mëngjes, që në orën 4, të harinim në treg të Lonxha lart të Bashteja që I thoshin. Atje I shisnim. Na I pëlqenin shumë, se janë bio në fakt, dhe tani me bio vazhdojmë neve. Nuk vazhdojmë me plera kimike, vetëm me organike. Por në fillim fare ke kooperativa. Vejnë në kooperativë njerëzit, mirin punojnë, mirin atë 80 lekshin, blegtoria jo dhe shumë këtu të neve, pa ko gjë. Kur I bëm tani në demokraci që na dhanë ato baktin edhe I mbajtëm na 30, na 20 kokë, për shumë shtëpia edhe. Shumë unë kam ashtu me pazar. Mbilim gjëra, edhe vejmë shisim në pazar, kisha mushterim, mirjen gratë, jo mandanozra, jo barbunja, domatera, me qumush kur kam patur në lopa me salskosi.
Sot në fshat kanë betur vetëm rreth 25 banor. Numri i banesave është i kufizuar dhe pamja e Krinës është krejt e veçantë krahasuar me fshatrat përreth. Është një fshat malor me pak popullsi ku banorët kryesisht të ardhur nga zona të tjera vazhdojnë traditën e bujqësisë dhe blegtorisë, duke u përkujdesur me përkushtim për shtëpitë dhe kopshtet e tyre. Ajo që bie më shumë në sy është mikpritja, njerëz të dashur e bujar që e tregojnë ngrohtësinë që në shikimin e parë. Tani merremi me punët e bujqësisë, mbjelljet e pranverës. Jo hudhra, jo qep, jo patate, po erdhi vonë, koha na shirat e shumta që bëri, dimër i madh. Ja punojmë të di bashkë me burin, jemi të moshuar, jemi 75, 67. Çfarë keni mbjell tani këtu? Tani këtu mbollëm çik ma indanos. I vazhdojmë me punët e fshatit, me bujqësi, me blegtori, pako gjë. Kalojnë për në Antigone. Te mua edhe janë kthyer. Kam rastisur në rrugë, janë kthyer, duam një kafe, thoshin. I mirja, i prisja me glikora, me ato të fshatit, me zakonet e fshatit e të lunxherisë. Këtë vit mund të vazhdojmë dhe pak, pasaj nuk besoj të kam dhe dilop tani, një 6 kokëdhën. Po tani mbjellim ja këto let janë me mandanos. Pasaj kjo është ropujka këtu, ato janë hudrat. Punova dhe një copë puna atje të mbjellje di hudra atje, dhe këtu do mbjellim jo barbunja, jo domate, patate. Po i pëlqejnë ata, kanë ardhur dhe me autobus, kanë zbritur mua atje, kanë ashtu përshëndetur edhe isha unë këtu te ara, qësh kjo thoshin, aru thosha unë, që hajt. I pëlqejnë produktet bio të fshatit? Po i pëlqejnë, si i pëlqejnë ata. Këto janë të mira. Ja, 15 koka brënda unë. I mbaj se pres djali dhe më vinë në gjirokastrat të miruaj. Me ato dhe me ato që këm pension që marrin. Këtu vinë po vendë më shumë lartë. Në Saraqinisht, në Transisht. Edhe pse shumë banor janë larguar ndër vite, ata rikthehen gjatë verës dhe investojnë për mirëmbajtjen e banesave të tyre. Ndërkohë ata që kanë mbetur e shohin turizmin si një mundësi reale zhvillimi. Çdo verë fshati mbushet me vizitorë të shumta apasionuar pas turizmit malor, të cilët e rriqen nga natyra, qetësia dhe autenticiteti i zonës. Për Krinën kjo është një dritë shprese, një mundësi për ta mbajtur fshatin gjallë dhe për t'i dhënë një të ardhme më të qëndrueshme. Çështjet administrative mbi pronën dhe vjetërsi në punë kanë rritur me 15% volumin e punës në zyrën e ndihmës juridike falas nëpërmet, ndërsa banorët vlerësojnë këtë shërbim, i cili u ofron atyre mbështetje ligjore pa pagesë. Sfidë ende për këtë zyrë mbetet informimi i qytetarëve, sidomos në zonat rurale, për t'u siguruar që të gjithë të kenë akses të lehtë dhe të barabartë në marrjen e ndihmës juridike falas. Gjatë kësaj periudhe është vënë re një rritje interesit të qytetarëve për shërbimin e ndihmës juridike parsorë DEGA-Përmet. Sipas tyre, kjo është një mënyrë efikase për të marrë shërbim edhe për të zgjidhur problematikat ligjore në kohë. Po që bëhet kjo për të tjerë që kanë problematika, është shumë mirë që të bëhet. Bile është një ndihmë shumë e madhe. Edhe duhet që e bërë më përpara, jo tani. Një njeri që ka jetën përpara, që ka këto halle, të vejnë ajo zyra juridikcionit, si mund të themi. Shërbimi juridik është shumë i nevojshëm për ta fillojmë që nga ata që nuk kanë se si ku ta hedhin hapin, se ku të sqarojnë, si të drejtojnë kësaj pune, edhe financiarisht nuk i përgjigjen dot, dhe për të gjithë komunitetin, jo vetëm ata që s'kan mundësira financiare, po kushdo një ndihmë është. Një nga sfidat kryesore mbetet informimi i qytetarëve, veçanërisht në zonat rurale, ku po bashkëpunohet ngushtë me njësitë administrative për të ofruar akses sa më të lehtë në ndihmën juridike. Kërkesat që kanë ardhur kryesisht në qendrën e shërbimit të ndihmës juridike parsorë përmet ka qenë njohja e viteve të punës dhe çështjet e pronësisë. Kohët e fundit nuk kanë munguar edhe transferimet e pensionit dhe regjistrimi i pasurisë. Qytetarët që janë paraqitur më së shumti kanë qenë persona me të ardhurat dhe pasuri të pamjaftueshme, si dhe kategoritë e veçanta të ligjit, që janë viktimat e dhunës në familje, viktimat e abuzimit seksual, viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, të miturit në konflikt me ligjin. Shërbimet të cilat ne ofrojmë mbështeten ligjin numër 111/2017 për ndihmën juridike të garantuar nga shteti.
Ndërgjegjësimi në Qendrën e Ndihmës Juridike Përmet është në rritje dhe kjo tregon që qytetarët po informohen për të drejtat e tyre. Ne gjithmonë zhvillojmë aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese në shkollat e qytetit, bashkëpunojmë me institucionet vendore që ndihma juridike të arrijë tek çdo qytetar që ka nevojë për të. Në zonat rurale neve bashkëpunojmë me njësitë administrative ku kemi kërkuar bashkëpunim për të referuar qytetarët drejt ndihmës juridike dhe në momentin që një qytetar ka nevojë, ne jemi gjithmonë të gatshëm për të shkuar atje dhe për ta trajtuar çështjen e tyre me shumë prioritet. Krahasuar me një vit më parë, periudha janar-shkurt ka shënuar një rritje prej rreth 15% të numrit të rasteve të trajtuara nga shërbimi juridik Dega Përmet. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.